Këtë të premte në Greqi, temperaturat i kaluan 40 gradë Celsius në valën e parë të nxehtit veror në vend, me autoritetet që këshilluan publikun të qëndrojnë në shtëpi. Në zonën e Akropolit në Athinë, 10 turistë i rezistuan vapës me ndihmën e ventilatorëve dhe çadrave, ndërsa qendrat me ajër të kondicionuar u vënë në dispozicion të publikut për të gjetur strehim deri në mbrëmje. Për të përballur me temperaturat shumë të larta, Bashkia e Athinës hapi 7 qendra komunitare në kryeqytet, të cilat do të funksionojnë nga ora 9 të mëngjesit deri në orën 9 të mbrëmjes, dhe ne pranojmë grek dhe turistë të cilët vinë këtu dhe kanë nevojë për një pushim nga temperaturat shumë të larta, theksuan zyrtarët e Bashkisë së Athinës. Autoritetet greke ngritën një linjë telefonike për çdo që kërkonte këshilla mjekësore për shkak të vapës. Ata gjithashtu këshilluan banorët të qëndrojnë të hidratuar, të shmangin alkoolin dhe të kufizojnë lëvizjet e tyre. Autoritetet greke gjithashtu ndaluan punën në ambiente të jashtme për stafin e shpërndarjes nga ora 9 deri në orën 14 dhe inkurajuan punën në distancë. Brigada e zjarfikësve tha se ishte në gatishmëri dhe paralajmëroi për një rrezik të lartë zjarresh në Greqinë qendrore dhe jugore. Të njëjtën një zjarr në një qytet bregdetar në jug të Athinës dëmtoi disa shtëpi. Meteorologët thanë se temperaturat mund të fillojnë të ulen gjatë fundjavës. Greqia shpesh ka përjetuar sezone të nxehta dhe të thata verore, por valët e nxehtësisë më të gjata dhe më të rënda kanë qenë më të shpeshta vitet e fundit, së bashku me zjarret në mes të një klime në ndryshim.